Mos dash Zotit, kemi një luftë të tretë botërore, sepse kalojmë në diçka tjetër, luftrat konvencionale deri me tani, me përjashtim të Hiroshimas dhe Nagasakut pas luftës së dytë botërore, do thotë s'kem përdorim të atij arsenali që mund të them është me rus, dhe me të drejtë bota, bili mund të them, mund ta quaj fjala e vitit, jo e mujt, po si po, është fjala luftë. Dhe do thotë në çdo emisionin, mediume, në muhabete, në analiza, lufta si nocion sot përmendet si asnjëherë më parë ndoshta. Mirë, po rreziku i luftës po që se vije të një lufte tretë botërore është arsenali bërthamor, ose siç njihet në terminologjinë militariste, armë strategjike, që do thotë që përfshin armët nukleare, ndërsa armët konvencionale kryesisht hinë në domenin që do thotë janë jashtëzakonisht shkatruese, që ne kemi sot luftra, siç është lufta në Ukrainë, në lindjet e mesme, më herët ne kishim në Nagorno-Karabakh, Armeni, Azerbajxhan. Do thotë më herët kemi pas ne vetë luftuar këtu në Kosovë, dhe besoj që e tëra kjo, ky vorbulli tërë një situatë gjeopolitike në botë tregon që bota ka hyrë në një krizë jashtëzakonisht të rëndë për shkak të një, mund të them, leadershipi jo konsekuent. Pas luftës së dytë botërore kemi pas për shembull Gjermanët kanë pas një Konrad Adenauer, francezët një De Gaulle, dhe mund të them ai nocioni për afrimit. Zakonisht në diplomaci njerëz e butë dhe të matur janë të nevojshëm.